Korporatat e mediave janë sulm të madh ndaj presidentit Trump, e urrejnë maksimum. Kanë marrë shkas nga pollet që tregojnë që në 100 ditët e para aprovimi ndaj zotit Trump është më i ulët se çdo president tjetër. Obama e ka pas 63, Biden rreth 59, Clinton 60. Pra më keq se kaq ka qenë vetë presidenti Trump në mandatin e parë. Por pollet janë pasqyrimi i emocioneve, jo i logjikës. Natyrisht që presidenti Trump nuk ngjason me presidentët e tjerë. Ai është duke bërë një shkundje të madhe dhe një luftë të madhe ndaj establishmentit. Të njëjtën gjë ka bërë Andrew Jackson, Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt, Franklin Roosevelt dhe Harry Truman. Pra, dy Rooseveltat dhe Harry Truman. Por nga të gjithë këta, Trump është më i fortë, më shkundës. Natyrisht që në lidhje me kufirin jugor është i suksesshëm, e ka mbyllur për 100 ditë. Biden e thoshte nuk bëhej kurrë. Kufiri është vlosur. Trump ka shkuar, administrata e tij ka arrestuar një gjykatëse lokale, konteje, sepse ka ndaluar forcat për të arrestuar një emigrant paligjshëm nga ata që quhen terrorist tek listat që ka administrata e presidentit Trump. Ka shpatjel drejtori i FBI që nuk bën asgjë ende për dosjen e McGonigal mbas urdhrit ekzekutiv nga Trump, por do të kemi lajme shumë shpejt. Natyrisht që presidenti Trump ka qenë i suksesshëm me kufirin jugor, ka ngelur e pasgjidhur problemi tarifave, ka krijuar probleme të mëdha, rreth 20 trilion dhe 20% e dollarit është vlerësuar, por ai shpreson me gjykatën supreme ka pasur probleme. Por në shtator do të sqarohet dhe do të marrë pamje të plot politika e tij për tarifat. Dhe Trump, në qoftë se do të jetë i suksesshëm, do të përparojë drejt atij manit ku janë 4 figurat më të mëdha presidentëve amerikanë. Natyrisht ai mendon që të krijojë benefite për punëtorin amerikan. Hodhi idenë që duhet të taksojnë milionerët, me një reagim i madh nga kupola establishmenti republikan, dhe Trump sikur është tërhequr pak. Ka drejt po. Ka shumë drejt. Warren Buffett ka thënë që janë bërë greedy, lakmiqar klasat e pasurve, gabuan kur nxorën jashtë Amerikës kompanitë e fabrikat për rritur fitimet maksimale, a thuaj se nuk ishin duke fituar në Amerikë. Në lidhje me Ukrainën duket se do të ketë një zgjidhje. Trump është treguar i ashpër ndaj presidentit Putin, i ka thënë Vladimir ndalo stopo, dhe po e kuptoni që Putin kërkon të përfitojë. Zelenski në atë takim 15 minuta në Vatikan me presidentin Trump thotë se ka shpresë. Trump vazhdon me diskursin e tij politik, ndryshe tërësisht nga politikanët e tjerë. Janë habitur të gjithë që ka sfiduar protokollin e Vatikanit, por mesazhi ka qenë që nuk ka pasur marrëdhënie të mira me dikë që është kreu i katolikëve butor, që u angazhua politikisht kundër zotit Trump, siç ishte rasti me politikat e emigrantëve. Siç do thoshte Bill O'Reilly Math, miku Fokusit, Papa në këtë rast gaboi. Natyrisht që shumë amerikanë do donin që në avionin presidencial të ishte edhe Joe Biden, nuk që, kur ka vdekur Papa Wojtyla, në avionin presidencial të George Bush ishte Clinton dhe Bush i plak. A e vu të rej që Rama nuk ishte në Vatikan? Pse? Çka ndodhur? Sepse unë mbaj mend që kur ka vdekur Papa Wojtyla ka qenë kryeministri Nano, presidenti Mojsiu dhe ish presidenti Berisha. Pra izolimi i Ramës është tejet i thellë. Ai duhet ta kuptoj. Në qoftë se shikojmë fushatën në Shqipëri, entuziazmi është masiv. Berisha po mbledh njerëz. Kuçov, Selanik, Vlorë, që kujton ato mbas 97-s kur donin ta ekzekutonin Partinë Demokratike në Shqipëri. Në ballafaqësimin midis
Berishës dhe Ramës duket që më lartë është kreu i demokratëve. Rama, kam thënë, nuk shkon 70 deputet. Nuk ka shkuar asnjëherë. Me LSI-n fitoi 2 herë. Këtë radhë LSI-ja, jo që është shkrirë, po është nga krau tjetër. Pra matematikisht nuk fiton. Vetëm vjedhja e votave mund ta bëj fitues. Por nga çfarë theksohet aty, mundësia e vjedhjeve është shumë herë më e vogël se herën e parë. Po manipulon me zvarfat e diasporës, aty duhet të doj SPAK. Ka filluar një jetim për një kontrat lobingu nga Partia Demokratike këtu. Personalisht nuk e di se pse do të kishin nevojë për një zyrë lobingu kur kanë 2 emra të mëdhenj si Lasevita dhe Manafort. Në qoftë se janë këshilluar prej tyre, çdo gjë ekzekutohet në mënyrë, do të thoja unë, të qartë, dhe në qoftë se jep efektin, kjo gjë justifikohet. Ligji amerikan lejon lobingjet. Pra, ligji amerikan nuk është shkelur. Personi që drejton atë kompani lobingu ka pasur akses te presidenti Trump, dhe janë 2 grupe njerëzish. Një grup që Trump i shpërblen me emrime, grupi tjetër që makes money. Sepse kështu funksionon ky vend i madh. Janë 2000 lobist në K Street. Shifra 6 milion u propagandua pa diskutim nga njerëz të Ramës, që nxorën këtë kontratë, e cila është nënshkruar në 4 prill, kanë kaluar më shumë se 3 javë. Në qoftë se do të jepte efekt, është justifikuar. Në qoftë se jo, në qoftë se janë shkelur ligjet, në qoftë se pagesat nuk janë bërë në mënyrë të ligjshme, ligji vepron si në Amerikë, si në Shqipëri. Rama ka paguar vetë zyra lobingu në Amerikë, mos i duket habi. Ka shkelur ligjin federal me foton, e thënë $80,000, por në fakt ka qenë $150,000 të paguara në mënyrë të paligjshme, foton me Obama në Kaliforni. Ka pasur një jetim nga FBI. Dosja vazhdon të jetë. Mund të hapet në çdo kohë. Në qoftë se do të kemi një rotacion, një ministër të drejtësie, si dosja e Mechanical dhe dosja e Obamës. Natyrisht që kur vendos të marrësh një veprim për në Amerikë, duhet të konsultohesh që të mos gabosh. Besoj dhe shpresoj që të jenë konsultuar me Lacivitën. Por kjo tymnaj dhe ky sulm i bërë nga Rama me 6 milionët që në fakt pas kanë qenë $750,000 për 3 muaj dhe mundësia për të vazhduar kontrata, ka synimin që të zbe fushatën e Berishës që ishte në rritje. Në qoftë se do ta dëmtoj dhe të humbas nga kjo, duhet të shkojnë ata që e futën në këtë rukryt gabuar. Qoftë se fiton dhe ka efekt, askush nuk duhet flasë. Dikush në Facebook më shkruan dhe në qoftë se këta po paguajnë 6 milion që të heqin në ngradën, sa milion ka paguar Rama që e ka vendosur. Një logjik e thjeshtë. Që të bësh një vendim në ngradë, duhet bësh lobbying, nuk ka se si të funksionojë ndryshe. Dhe që të bësh lobbying të suksesshëm, duhet gjesh një zyrë që ka akses. Kaq. Të tjerat janë propagandë, luftë mediatike, për të sulmuar dikë që po ringrihet. Nga ana tjetër më duket pa sens vazhdimi i procesit gjyqësor, duke kërkuar në datën 5 maj, bëni modelin si në Amerikë. Personi kryeson opozitën, personi mund të jetë kryeminist i jashtëm. Lërini popullin shqiptar të vendos. Gjykata e opinionit publik me votë do të vendos dhe gjyqet mund vazhdojnë më pas. Ashtu siç ndodhi këtu me zotin Trump. Por dhe kjo Ramës do të kthehet në bumerang. Pollet janë ndërhyrje brutale në fushatën zgjedhore. SPAK duhet të jetojë mënyrën se si paguhen këto polle nga kanalet që përfitojnë nga djegësit e Ramës dhe se si kërkojnë të shpërqendrojnë opinionin. Dhe njëherë po e them, pollet si këtu përfaqësojnë emocionet e çastit, jo logjikën. Kur e pyet dikë me emocion, del nga vetja, por logjika ku përballë ka dikë që ka 12 vjet që ka larguar mbi 1 milion shqiptar, është e turpshme, e pakuptimshme dhe zhgënjyese në qoftë do të votonin për të. Rama e di mirë, natyrisht ai kërkon të marrë maksimumin e tij. Nuk kërkon të largohet si humb si madh, por në qoftë se partitë e vogla do të kafshojnë
dhe mbase kafshojnë djathtas, mos harroni helmin e ish komitetit qendror të rinis Xhafaj me njerëzit e korruptuar të Veliajt që do të kafshojnë dhe Ramën, partinë vazhduese të Enver Hoxhës. Shpresat janë që të kryet rotacioni. Këtu në New York shumica janë për demokratët, në Michigan gjithashtu. Nesër presidenti Trump do të jetë në një ralli për të festuar 100 ditët fantastike të para, siç thotë ai, në Michigan. Ai ka një uhat madhe nga votuesit shqiptarë amerikanë atje. Shpresoj dhe besoj që mund të takojnë. Janë 1000 shqiptarë amerikanë, të cilët ose kanë firmosur ose do të firmosin një letër kërkesë për zotin Trump, heqjen e non gratës. Shpresoj.